Përshëndetje dashur shikues, mi se vini në Agora News, do të flasim mbi ngjarjen e sotme në rjoll të Veripojës ku banorët kanë shëmbur gardin atje që pritej të ndërtohej një resort luksoz. Për të folur për këtë çështje, por edhe se çfarë po ndodh sa i përket protestave të qytetarëve shqiptar kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama, ne kemi të ftuar avokat Ndue Pietra. Zoti Pietra, përshëndetje. Përshëndetje juve. Zoti Pietra, një ngjarje në ditën e sotme ka ndodhur në rjoll që i ngjan pak a shumë asaj të Zvërnecit, edhe pse duhet thënë se rjolli ka qenë pararoje e Zvërnecit, por sot banorët kanë rrëzuar gardin me tela me gjëmba në rjoll të Veripojës, ku policia ndryshe nga sa ndodhi në Zvërnec ka qenë pasive, pra nuk ka vepruar. Të paktën po themi me aq sa kemi parë nga pamjet që kanë dalë tani së fundmi. Ju si e komentoni këtë ngjarje? Çfarë po ndodh vërtet në rjoll? Tashmë gjithë qytetarët dhe shqiptarët dhe diaspora e kanë kuptuar vujtjet e shqiptarëve se në çfarë pozicioni, në çfarë faze janë, që po ju vjedhën tokat, po ju vjedhën pronat, dhe të gjitha këto kanë një dorë të qeverisë shqiptare. Pra, kot rrehen shqiptarët se kanë prona, në të vërtetë pronat përsëri i menaxhon qeveria shqiptare. Kjo, pra, ka ardhur në fund të shpirtit dhe ju del qytetarëve nga shpirti. Në çdo familje që shohin, edhe ata që nuk janë prezent sot, nesër bëhen prezent në këtë protest të kësaj rinie shqiptare. Ajo që ishte më mira e kësaj ishte që këta nuk ngatruan partitë politike në këtë, pavarësisht nëse ato janë pranishme nëpërmjet fëmijëve të tyre apo njerëzve të tyre, por ajo ishte gjëja më e mirë. Tani, unë duhet të them një gjë që vërtet kam paralajmëruar disa herë që ajo që do i ndodhi rjollit, do i ndodhi edhe vendeve të tjera. Pra, në çdo status, në çdo intervistë e kam thënë që kujdesni sepse kjo do shtrihet në gjithë Shqipërinë. Dua ta sqaroj se me thënë drejtën ajo situata u voll nga Vlora si rezultat i ngjarjes së rjollit. Rjolli ishte ajo që organizoi, rjolli ishte ajo që ishte në Tiranë, filluan me 200 veta, 300 veta dhe u ban shumë. Në qoftë se i referohemi historisë të mëparshme, nuk e bëj për të sensibilizuar ose për të qesh, edhe flamurin që e ngriti Qemal Zdafa, ja mori Vlora. Pra, do thotë që Ismail Qemali. Dhe në këto situata gjithë shqiptarët e dinë, edhe këtë rast e dinë shumë mirë që rjolli ishte ajo që kishte 30 ditë, 40 ditë, 50 ditë, që po luftonte dhe s'po ndihmonte askërkush. Prandaj e përmenda që ishte pararoj e Zvërnecit dhe më pas prodhoi atë protestë që po e shohim çdo ditë. Me vjen shumë mirë që e përmende, sepse ky të thonë të gjithë, jo se po në kuptimin e fjalës jemi realitet është ky, nuk është se po mundon t'i japi merita Vlorës ose rjollit. Por rjolli ka arrit kulmin. Rjolli nuk ka shtimuar as nga partitë politike, nuk ka shtimuar as nga asnjë person në kuptimin e fjalës, por ajo që është dhe po shpërthen është shumë e rrezikshme, po them të drejtën, jo vetëm rjolli, po gjithë Shqipëria. Tani, këto karshilleqe që bën qoftë kryeministri i Shqipërisë, qoftë persona të tjerë, më duken karshilleqe që nuk kanë një sens normal. Unë jam pra dyshoj shumë në të gjitha veprimet e Sali Berishës dhe Edi Ramës. Unë e kam nuk e di, inshallah gënjen mendja ime, por ata janë të dy bashkë dhe të dy po e menaxhojnë shumë mirë këtë situatë. Nëse gjithmonë do të shpërthejnë, ata të dy do jenë pjesë e kësaj katastrofe që do i marrë të dy. Po ngjarja e rjollit, çfarë tregon ditën e sotme?
Në qoftë se e vënë re kryeministrin e Shqipërisë, ish kryeministrin e Shqipërisë që apo doli në një konferencë dhe tha që nuk jemi për të thyer gardha dhe nuk jemi. Pse po I dhem atij shpirti I thyrjes gardhit të atyre banorëve? Ai banor aty e ka që po shpërthen dhe në vend që ta animoj, në vend që të jetë prezent dhe të thoni fjalë, ai përsëri edhe në atë pikë, pra kryeministri I Shqipërisë, ish kryeministri I Shqipërisë, I del zot ati resortit. Pra, të regon me çdo kusht që lidhjet e resortit janë vetëm të dy. Kanë një emër, Edi Rama dhe Sali Berisha. Pra, në këtë rast, me pak fjalë, do të thotë që Edi Rama dhe Berisha mbajnë afër tyre oligarkët e përbashkët. Por janë përfitus, nuk janë që mbajnë oligarkët. Ai oligark që pretendohet se është ndërtues, ju e pat tek Spaku dhe nuk mundet kërkush me I thanë që ky është pasaniku më I madh në Shqipëri I këtyre milionave euro, se nuk ta jep prezencën e kësaj, po është thjesht pra pastrimi I parave të këtyre. Dhe është e padiskutueshme që garancia që ka marrë janë të dy, të majtit dhe të djathtit. Është Rama dhe Sali Berisha. Dhe përndryshe ai nuk bën veprime të tilla në Baks Rjoll. Sepse është turpi I botës që të rrethohet sot veni, pra pa u marrë një vendim. Pra çështja është në gjykat. Pra çështja është që po ndërtohet me shpejtësi për të mbuluar turpin e tyre. Ai resort që është proces gjyqësor, pavarësisht e vendimmarrja e gjykatave, ai është një resort që unë e kam kërkuar menjëherë të sekustrojë ajo tokë, o zotëri. Sepse kemi shumë gjëra që nuk përputhen me vërtetësinë. Pra, në qoftë se ai do vazhdonte, se nuk është ai është resort privat dhe duhet pagunte në bashkinë e Shkodrës minimumi 8 milion euro. Një gjë që se ka bë, nuk e ka pagu dhe nuk mund vazhdojnë punë. Dhe jo pa qëllim e kemi kërkuar që të kontrollohet, verifikohet nëse është brenda kushteve që duhet ndërtojnë apo jo. Dhe mos pagesa e detyrimit, pra financiar që e ka për detyrë, tregon marrëdhënie të ngushta, parti, pushtet dhe korrupsion. Në këtë rast, a kanë kuptuar shqiptarët që Edi Rama dhe Berisha janë bashkë dhe gjë që prodhoi edhe atë protestë që ne shohim çdo ditë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe konkretisht para kryeministrisë? Unë besoj që gjithë e kanë kuptuar dhe gjithë e kanë pa, edhe veprimet e fundit janë dorë e Edi Ramës, gjoja për t'i heq atij këtë status, këtë bllokim që kishte me Amerikën, në mënyrë që protestat të pushonte, protestat të spëmohej, por ajo do jetë më fort, më fuqishme se kurrë. Dhe për ditë ajo do jetë më fuqishme. Por ama pritet nga momenti në moment, pritet që edhe brenda të majtës dhe brenda të djathës të ketë problemet e tyre lidhur me këto arsye, me këto fakte, me këto prova. Kur thoni që dhe brenda të së majtës dhe së djathës do të ketë lëvizje të atilla ose kundërshti, dua të sjell këtu një reagim të Arta Dades, një nga ish eksponentët kryesorë të Partisë Socialiste, e cila thekson se socialistët e vërtet nuk gjenden në antimitingjet e organizuara nga qeveria, por në krah të rinjve që protestojnë për dinjitet dhe drejtësi sociale. Ndërkohë, mbi gjitha thot Dade, kjo protest nuk është kundër së majtës, përkundrazi ajo ka kërkesa thellësisht të majta dhe sociale, kërkesa për barazi, për mundësi, për mbrojtjen atyre që kjo qeverisje I ka lënë pas dore. Ndaj kjo revolt është edhe kundër zaptimit të së majtës dhe ajo që ndodhi me Partinë Demokratike në vitin 90, kur Sali Berisha e ktheu Partinë Demokratike në pronë private dhe zaptoi të djathtën, po përsëritet sot simetrikisht me Partinë Socialiste dhe ky zaptim duhet marrë fund, shkruan Arta Dade. Në këtë rast, a kemi një lëvizje të socialistëve që tentojnë në këtë rast të japin ato shkëndijat në mënyrë që Edi Rama të reflektojë, ndoshta të shkojë dhe drejt dorëheqjes?
Jo, nuk e mendoj, janë lojra. E majta është e sofistikume dhe vërtet është e majtë e sofistikume. Çka do thotë që të gjitha këto unë i marr si lojra brenda të majtës. Nuk ka se ato po dalin kundra të këtyre, por ajo që është më e rëndësishme, ky vend nuk bëhet asnjëherë nëse toka nuk shkon te i Zoti. Nëse toka shkon te i Zoti, gjithçka do të shkojnë mirë dhe normal në Shqipëri. Jo pa qëllim, është bën një lëvizje fundit, është lidhja geg, që së shpejti do të dalë në pa, të marrë vendimin e gjykatës, e cila nga Shkumbini deri në zonat e më të thella të Veriut, do jetë një lëvizje e cila do finalizojë të vërtetën dhe pasurinë e pronës. Ajo ka si qëllim që prona të shkojnë tek i Zoti. Nëse prona nuk shkon te i Zoti, atëherë ne kështu do jemi gjithmonë. Duke betur pikërisht e pjesa e pronës, si e konsideroni projektligjin e iniciuar nga qeveria e kryeministit Edi Rama sa i përket tokës bujqësore, që ajo mund t'ju jepet ose të huajt kanë të drejtë të blejnë dhe tokë bujqësore në Shqipëri? Unë nuk kam asnjë, më duket si iniciativë dhe si normale, sepse pjesa më e madhe e shqiptarëve pra nuk e konsiderojnë tokën si pronë, e konsiderojnë thjesht takem. Pra, prona në asnjë vend në botë nuk janë tokat bujqësore të papunuara siç janë në Shqipëri. Po të kalosh me një avion në çdo shtet të botës, e sheh të skuadrume, e sheh të punume, por ky është faji i qeverisë, sepse brenda Ballkanit, brenda Europës, ndodhin këto situata që e stimulon. Shteti pra, në qoftë se ti ke prodhu jo më larg se në Greqi, ke prodhu qershi XY, shteti grek i jep atij fermerit 2 euro për kile. Çka do thotë që ai edhe sikur mos ta shesin me çmimin real, ta shesin më pak, por fiton 2 euro për kile. Edhe në Shqipëri, nëse do jenë to veprime në interes të fermerëve, do kishim shumë interesat mëdha. Jo më larg, se në Divjak për shembull që janë mush me sera dhe e kanë gjithë mundësinë që këtyre qytetarëve për çdo prodhim ti japi 1 euro për kilogram. Dhe po të bëhej kjo, Shqipëria do jetë vendi më i lulëzuar dhe nuk kanë nevojë qytetarët as të ikun jashtë, por kanë nevojë që të jenë mrenë dhe ta shijojnë vendin e tyre, familjen e tyre, pronën e tyre dhe çdo gjë. Po atëherë në këtë rast, pse Edi Rama i përzë shqiptarët jashtë vendit duke mos u krijuar atyre mundësitë ekonomike për të punuar tokën e tyre, dhe në këtë rast krijon një projektligj të tillë që u hap rrugën të huajve që mund të blejnë tokë bujqësore në Shqipëri dhe mund të krijojnë ato ngulmimet e tyre? Unë jam shumë dakord dhe mund ta marr si thik me 2 presa. Ti o zotëri, pse po ik jashtë? Pse ke frikë Edi Ramën? Ti çova aty dhe koha është e përshtatshme që të gjithë shqiptarët të jenë në shesh. Të bllokohet çdo gjë, të bien poshtë ligje, sepse kjo është vujtja e shqiptarëve. Ju kanë dhënë votën biznesmenëve të korruptuar, ju kanë dhënë votën dhe sot ata pretendojnë që sistemojnë ligje në parlamentin shqiptar dhe nuk dinë asnjë gjë, kanë ardhur thjesht nga çoban, kanë ardhur me korrupsion, kanë vënë lek dhe ata tani sot i bëjnë karshirek popullit për interesat e tyre, jo për interesat e popullit. Po si mendoni në këtë rast, cili do të jetë fati i protestës dhe nisur në optikën tuaj, a shikoni se kjo protestë do të jetë intensive, do të vijojë më tej dhe mund ta vendosë Edi Ramën me shpatulla pas muri? Në këto kushte, pra e kam thënë disa herë që është shumë e vështirë ta rrëzosh Edi Ramën në këtë formë. Edi Rama thash edhe një herë që në momentin që hyn në një proces votbesimit ose votash, ai përsëri merr këto vota. Sepse ai ka punojësit, ju e pat shumë mirë që i mlodhi punojësit, por ama ajo frika ekziston, sepse nëse vontresa apo dolën
protestuesit, ata e lënë në fund ikën me vrap gjithë që ishin të grumbulluar aty. Pavarësisht se ikën nuk do thotë që nuk do punojnë ose nuk do respektojnë partinë e tyre ose liderin e tyre. Por ama frika sot ekziston në çdo familje shqiptare për rastin për këtë situatë që po ndodh. Nëse do sfumohet kjo protest, automatikisht manej do jetë rreziku më i madh i Shqipërisë për ato çfarë kryeministri ka projektuar në tronin e vet. Nëse do të kemi qëndres të vjueshme të protestës dhe nga ana tjetër një kokëforci të Edi Ramës në mënyrën se si e qeveris vendit dhe në mënyrën se si i qaset vetë protestës, a mendoni se mund t'i çojë shqiptarët drejt përplasjes? Jo, nuk e mendoj sepse jemi mes dy zjarreve të njëjtit krah. Pra kemi Sali Berishën edhe Edi Ramën kundër shqiptarëve. Dhe shqiptarët e shkret janë sot që nuk din kujt i besojnë, të majtës apo të djathtës, dhe janë si peshku pa ujë. Pra, bajnë këto veprime, por ama nuk kemi një opozit që duhet të mbështetet në çdo rast, jo me protest, por të mbështetet në parlamentin shqiptar, të bëj punën që duhet bëj, në kuptim të ligjeve dhe veprimeve të tyre. Thash edhe një herë, nëse toka nuk shkon tek i Zoti, Shqipëria është e marrë në fund. Nëse Edi Rama jep dorëheqjen dhe po marrim një rast hipotetik largohet nga politika, a mendoni se mund të përballet me drejtësinë në një moment të caktuar dhe s'pak mund nisë hetime ndaj tij? Kjo është një çështje që normalisht i takon SPAK-ut, po unë do doja, që nëse do në mendimin tim, do doja që edhe Rama dhe Berisha të ishin të ndalum në SPAK. Vetëm atëherë shqiptar. Që tani. Vetëm atëherë shqiptar do liroheshin. Dhe ata të tjerë që do vinin në vendin e tyre nuk do të banin këto gabime që kanë bërë këta. Po, a ka që kapacitet e SPAK-u sa që ti kundërvijet një pushteti të tillë sa ai Edi Ramës që ka grumbulluar nga një ranë, por edhe pushtetit të Berishës? Atena kjo bëhet vetëm mendimin e Amerikës edhe të Europës, sepse është shumë e vështirë që të shkatrosh një shtet që është në kam, pavarësisht se si është, si po jeton dhe si po qëndron. Por nëse konsensusi i Amerikës dhe i Europës për ta rregulluar dhe për ta marrë këtë vend, një vend që është mes të Europës, për të lullzuar ashtu si po parashikohet, dhe ardhja e Amerikës për investime, ardhja e të tjerëve për të investuar në Shqipëri, do ishte një fat i madh për shqiptarët. Pavarësisht të këto lojra, se edhe këto lojra për mendimin tim janë lojrat e të dyve. Nuk janë lojrat e qytetarëve, se nuk më intereson dhe mu fare ajo toka zvërnec atje, sepse aja ka lanë vetë, si e ka marrë, pra me këta pushtetar e ka marrë edhe ai që e ka marrë, dhe edhe i rjollit e ka marrë me këta pushtetar që janë sot, dhe a mund t'i shbajnë, është shumë e vështirë. Zhbërja e këtyre është arrestimi i Sali Berish dhe arrestimi i Edi Ramës. Në qovë se këta dy do arrestoshin, sot Shqipëria do merrte tjetër rrugë. A mendoni se Edi Rama mund të marrë një goditje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisur në situatën ku ndodhet aktualisht dhe ftohjen që ka me ndërkombëtarët sa i përket çështjes së Charles McGonigal? Pra, kjo dosje a mund të ishte pika kritike për Edi Ramën të cilin mund ta thyente dhe ta rrezonte si kryeministër? Jo, nuk më duket që nuk është shumë me interes ajo, sa janë me interes gjërat e tjera. Ai ka zollume të tjera, të cilat unë mendoj që edhe veprimet e fundit janë veprime mendore që ai e ka për mua. E ka atë situatën. Pra, situata tani po i dridhet në kam, dhe nuk është se jemi në kushtet që
që Edi Rama është komod, nuk është më komod, ai nga momenti në moment mund të kaloj në atë smundjen e tij që ka pas ose që e vazhdon që ta ketë dhe mund të kurohet për këtë situatë. Në këtë rast ju si e shikoni fatin e Edi Ramës, fatin e Shqipërisë, ku mund shkojë, domethënë sepse edhe protesta nuk po i nxjerr drejtuesit e saj në mënyrë që të ketë një mendim politik apo një qasje politike apo të krijojë informacion politik. Dhe nga ana tjetër, a mendoni se Edi Rama do të rezistojë në këtë rast? Unë mendoj që nëse kjo goditja pra duhet të shkallëzohet në të gjitha rrugët e Tiranës dhe rrethet e Shqipërisë, automatikisht që do ta bëj Edi Rama dhe çdo person tjetër që të reagojë dhe të japin atë verdiktin e vet. Pra, nuk do jetë dërheqja, nuk është se ka në një fitore të madhe nëse Edi Rama jep dërheqjen. Tu problemi është tjetër gund. Pra, problemi është që të ndalohen të gjitha ata 13 biznesmen që ka Edi Rama pas vetes, t'ju merret pasuria, t'ju sekuestrohet pasuria, atëherë do liroheshin edhe shqiptarët, edhe të huajët, do ta kuptonin shumë mirë se çfarë mund të bëhet në Shqipëri. Nëse nuk bëhet kjo, atëherë edhe të huajët nuk mund të ndërhyjnë aq rënë në situatat e një shteti tjetër. Vetëm kur ato kanë probleme mendore ose diçka të kësaj natyre. Zoti Pietra Spaku ka nisur një operacion, duhet thënë një nga operacionet më të mëdha ditët e fundit, duke lëshuar 20 urdhër arreste për 20 biznesmen dhe ka sekuestruar 500 milion euro. Ju si e keni parë këtë operacion? A është kjo lëvizje e Spakut një dritë në fund të tunelit sa i përket goditjes së këtyre biznesmenëve që qëndrojnë afër qeverisë dhe janë ata që mbajnë në këmbë pjesën e pushtetit përmes parave? Mu më vjen shumë mirë që Spaku, nëse pra gjithmonë është i mbështetur, se nëse nuk është i mbështetur, e ka shumë vështirë dhe s'pomohet me njëherë. Pra, gjithë shqiptarët e kuptojnë dhe e dinë shumë mirë se kush janë personat të cilët kanë marrë pasuritë e shqiptarëve dhe pasuritë e Shqipërisë. Dhe nëse vendor tek Ulaj, Kastrati, Dulako, Mane, nëse këtyre ju sekuestrohet pasuria, në Shqipëri të paktën, po jo në shtetet tjera, se ata kanë mes të Amerikë gjithë ato pasuri. Me këta lekë e shqiptarëve është. Dhe nëse ju sekuestrohen, po veni mos sekuestro, s'ka rëndësi, le të vazhdojnë punën, po veni sekuestro konservative, në mënyrë që ata të tonën, të dridhen dhe të kanë mundësi me tregu personat në të cilën me bashkëpunon dhe punon. Merë vetëm thjesht parajsën fiskale të lekëve që vinë në Shqipëri, kontrollo bankat e nivelit 2 në Shqipëri, se si vinë këto lekë prej jashtë. Vetëm këtë, pa s'ka nevojë fare. Spaku nuk ka nevojë me thënë si ku qa. Hajde këtu te banka, merri llogaritë bankare që i shkojnë Ulajt, merri llogaritë bankare që i shkojnë Kastratit, merri llogaritë bankare të gjithë biznesmenëve në Shqipëri që lëvizin me ka 50-100 milion euro në një llogari dhe drejtorat e bankave nuk bëjnë s'kan asnjë mundësi me diskutu, krimi ekonomik jo, pastrimi i parave jo, atëherë nëse do ju merren këto, ajo Spaku e ka shumë të lehtë sekuestrimin e pronave. Kaq, është e zgjidhur. Zoti Pietra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.